Në një fshat të largët, të humbur mes fushave dhe korijeve, jetonte një djalosh me emrin Marko. Familja e tij ishte aq e varfër sa në dimër në kasolen e tyre frynte era, ndërsa në verë bizotëronte uria. Por babai dhe nëna ishin njerëz të ndershëm dhe e rritën djalin me reptësi dhe dashuri. Marko u rit i zgjuar dhe punëtor. Megjithatë, pasuria e tij kryesore nuk qëndronte në duart e forta. Ai nuk kishte asnjë qindark në xhep, por ishte më i pasur se shumë princa, sepse mirësjellja ishte manteli i tij dhe zemra e mirë ishte kurora e tij. Dhe ja erdhi dita kur nëna e përqafoi në prag dhe i tha në heshtje: "Shko birë, ti je më i madhi. Ndoshta fati do të jetë më i sjellshëm me ty se sa me ne." Dhe Marko u përkul para shtëpisë së tij të lindjes dhe eci nëpër rrugë drejt fatit të tij. Gjatë ndej, Marko nëpër botë trokiste nëpër dyer dhe kërkonte punë, por kudo merrte refuzim. Ditët pasonin ditët, trasta e tij mbetej e zbrazët dhe shpresa shkrihej si bora e fundit. Një ditë, i dëshpëruar plotësisht, ai humbi në një pyll të dendur, ku pemët qëndronin aq pranë njëra tjetrës sa nuk shihej qielli. Ai eqi dhe eqi, derisa pylli papritmas u hap dhe Marko ngriu. Në një lëndin të madhe, qëndronte një pallat prej mermeri të bardhë me çati të arta. Ai qëndronte në mes të pyllit si një ëndër e harruar, i bukur dhe i vetmuar, dhe heshtja e tij ishte më e zhurmshme se çdo britmë. Kopshtet përreth ishin të mirëmbajtura, por askush nuk shëtiste në to. Portat ishin të hapura, por askush nuk e priste. Në dritare ndriçonte një dritë ngrohtë, por asnjë hije nuk kaloi pas xhamit. Marko bëri kryqin, gëlltiti pështymën dhe hodhi hapin drejt portave. Marko kaloi pragun dhe u gjend në një botë të krijuar për qindra njerëz, por të banuar vetëm nga heshtja. Në ohaçe kërciste zjarri, në tavolina kishte pjata me ushqime ende të ngjehta, sikur një dorë e padukshme sapo t'i kishte shtruar ato. Por as hapa, as zëra, as gjë. Ai eqte sal pas sal, dhe më në fund, dyert e rënda të salës së fronit u hapën vetë para tij. Në fronin e lartë ishte ulur një zotëri i pashëm me rroba të pasura por të errta. Ai ishte mbret në një mbretëri të heshtjes, një sundimtar panështetas, dhe e gjithë pasuria e tij ishte vetëm një kornizë e praruar për një vetmi të pamas. Fytyra e tij ishte fisnike, por sytë e tij ishin plot me një trishtim aq të thellë sa Markos ju drodh zemra. I panjohuri ngriti shikimin. Në të nuk ishte as zemrim, as habi, vetëm një shpresë e lodhur dhe e vjetër. Marko u përkul thellë dhe foli ashtu siç e kishte mësuar nëna e tij, thjesht dhe me respekt. "Zotëri mirë, unë po kërkoj çfarëdo lloj pune. Jam i gatshëm të pastroj stalat, të pres dru, të fshi dyshemet, mjafton të jemi zënë me punë." Pronari e shikoi atë gjatë, sikur po kërkonte diçka në fytyrën e tij. Pastaj pohoi me kokë dhe foli qetë me trishtim. "Unë do të marr. Por më parë më jep një betim. Këtu mund të shohësh gjërat më të habitshme dhe absurde. Detyra jote është të bësh punën tënde dhe kur në asnjë rrethan të mos habitesh, të mos qeshësh dhe të mos bësh pyetje. Ruaj qetësinë e plot. A do të mundesh?" Ai ofroi atij jo një punë, por një provë, ku
ku arma duhet të ishte një heshtje e thjeshtë. Marko hezitoi vetëm një qast dhe pohoi me kokë. Ishte një kusht i çuditshëm dhe një tjetër në vendin e Markos ndoshta do të kthehej dhe do të ikte. Por djaloshi nuk u lëkund. Ai e ndjeu pas këtyre fjalëve fshihet një sekret, dhe ky sekret nuk është i keq, por i hidhur. Marko u përkul thellë dhe u përgjigj me qetësi, me një dinjitet që nuk mësohet në shtëpitë e pasura. Ai ose është brenda njeriut, ose nuk është. Zotëri, unë ju jap fjalën time. Do të shërbej me besnikëri dhe të vërtet, dhe do t'i zbatoj rregullat tuaja, sa do të çuditshme të duken ato. Fytyra ime do të jetë sigur dhe buzët të kyçura. Ai e pranoi marrëveshjen jo si një shërbëtor, por si i barabartë, sepse në këtë vend të çuditshëm, mirësjellja e tij vlente më shumë se çdo forcë. Pronari pohoi me kokë dhe në sytë e tij të lodhur kaloi një shkëndij shprese. Nuk ishin mbaruar ende së tingëlluari fjalët e betimit, kur pronari u ngrit dhe e çoi Markon në dhomën e ngrënies. Është koha për të shërbyer drekën, tha ai thjesht, sikur bëhej fjalë për gjën më të zakonshme. Djertë u hapën dhe Marko për pak sa nuk u tërhoq. Pas tryezës së gjatë prelisi, në karriget me mbështetëse të larta ishin ulur me rregull 4 luan të mdhenj. Në kokat e tyre shkëlqenin paruke aristokratike të pudrosura dhe në qafat e tyre të fuqishme ishin lidhur peçeta të bardhas si bora. Para së cilit qëndronte një pjatë me supë që nxirrte avull dhe kafshët po e hanin pa u ngutur me lugë argjendi të shtrënguara me kujdes në putrat e rënda. Ata nuk u lrinin, por bisedonin qetë në gjuhën e kafshëve me solemnitet, si fisnik të vjetër gjatë drekës së dielës. Mbretërit e kafshëve po shijonin vaktin me sjelljet e obortarëve dhe vetëm një zhurmë me qetë kënaqësie pas një lugje të shijshme supe tregonte natyrën e tyre të vërtetë. Markos ju pre fryma, por ai kujtoi betimin, shtrëngoi dhëmbët dhe me një përkulje filloi të shërbej. Për një çast, zemra e Markos ra në thembra dhe buzët i dridheshin aq afër, ishte një buzëqeshje nga absurditeti i pabesueshëm i asaj që po ndodhte. Por betimi i tij ishte i freskët dhe vullneti i fortë. Ai mori një frym të thellë, drejtoi shpatullat dhe vuri maskën e shërbëtorit ideal, të qetë, të respektueshëm, të patepërtueshëm. U afrua te tryeza me një përkulje të sjellshme dhe ju drejtua luanit më të afërt, sikur para tij të ishte ulur një fisnik i shquar. Kërkoi ndjes. A dëshiron zotëria një shtesë? Ndoshta më shumë bukë? Ai ju drejtua luanit me të njëjtën mirësjellje me të cilën do t'i drejtohej mbretit, dhe qetësia e tij u bë mrekullia më e padëgjuar në këtë salë plot me mrekuli. Luanët pushuan së ngrëni, lugët e argjendit ngrin në putrat e tyre. Kafshët shikuan njëri tjetrin me një kureshtje të fshehur, ndërsa pronari që po vëzhgonte nga një cep i errët pohoi me kokë ngadalë dhe me miratim. Në mbrëmje, pronari njoftoi se në palat do të kishte një ballo dhe i kërkoi Markos të ndihmonte të ftuarit. Sala e ballos shkëlqente nga mira qirinj. 10 majmun me gjaketa të qëndisura dhe zonja majmune me fustane me krinolina kërqenin me rëndësi një menuet, duke u përkullur para njëri tjetrit me një hirë të hollë. Muzikën për ta e luante një orkestër prej arinjsh të mdhenj kafe, të cilët lëviznin me kujdes harqet mbi violinat e vogla dhe duhet thënë luanin çuditërisht në harmoni. Markos nuk ju drodha asnjë muskul i vetëm. Ai mori një tabaka me limonadë dhe me përkulje të sjellshme filloi të shpërndante pije valltarëve kavalierëve, të cilët vetëm atë mëngjes hidheshin nëpër liana, dhe zonjave,
sjelljet e të cilave ishin të patmet, përveç zakonit të tyre për t'u gërvishtur. Asnjë buzëqeshje nuk i preku fytyrën e tij. Shërbimi vazhdonte. Dita e re soli detyra të reja edhe më absurde dhe edhe më të rrezikshme. Si fillim, Markon e dërgua në dhomat e një tigri të madh bengalez. Detyra ishte e thjeshtë, të pastronte dhëmbët e shkëlqësisë së tij me një furçë të veçantë. Tigri hapi gojën e tij, të aftë për ta kafshuar djaloshin më dysh, ndërsa Marko u përkull mbi të dhe filloi punën, duke pyetur me mirësjellje nëse fijet e furçës ishin shumë të ashpra. Tigri në përgjigje vetëm mbyli syt me kënaqësi. Më pas, atë e thirrën te luani i vjetër te i njiti i ftuar i djeshëm i drekës. Marko krehu krifën e tij të harlisur me një kreër të argjënt, rregulloi çdo tufë flokësh dhe lidhi në të një fjongo mëndafshi me një fjongo të rregullt. Ai i bëri të gjitha këto me shkathësi dhe nderim, sikur gjithë jetën të kishte shërbyer si shërbëtor për bishat e egra dhe nuk njihte thjesht asnjë punë tjetër. Pasdite, Markon e thirrën në sallën e këshillit, ku në një tryezë të madhe të rrumbullakët po zhvillohej një mbledhje e rëndësishme shtetërore. Në krye rrinin hutat e mençura, me vesh dhe me syze të rrumbullakëta, duke i rrotulluar ashpër sytë e tyre të mëdhenj. Anash uleshin ojqërit me mantela të zinj të gjykatësve. Ata mblidhnin vetullat dhe bënin sikur shkruanin çdo fjalë, edhe pse pendet e tyre vetëm gërvishtin ajrin mbi letër. Rolin e sekretarit e luante një dhelë përdinake, e cila me një shpejtësi të habitshme po shkruante diçka me një pend pate në një libër të trash, duke i mbyllur syt me dinakëri her pas here. Hutat u lërinin me rëndësi. Ujqërit gjëmonin si përgjigje me sa duket. Diskutohej për të korrat e lendeve dhe rënia shqetësuese të minjve në tokat perëndimore. Dhe Marko po dëgjonte ulërimën e tyre serioze, dhe atij i dukej se ky takim nuk ndryshonte aq shumë nga takimet në një këshill të vërtet mbretëror. Ai në heshtje dhe me një pamje të respektueshme po shpëndante ujë në shtamba, duke u hedhur të gjithë me një përkulje. Në mbrëmje pronari i tha se në kështjel po vinte një mysafir shumë i rëndësishëm dhe i nderuar, dhe i tha të përgatiste dhomën më të mirë. Marko shkundi dyshekun me pend, shtroi jastëkët dhe ndezi qirinjt. Sa po mbaroi, dyshemeja u drodh nga hapat e rënd dhe në dhomë hyri mysafiri. Ky ishte një dragua i madh i vjetër, me luspa të arta të zbehura nga koha. Duke mos i kushtuar vëmendje djaloshit, ai u mblodh kruspull në dyshekun me pend, pshertiu rënd, duke lëshuar nga flegrat e hundës një rrym të ngadalt tymi dhe mbyli syt. Marko nuk u lëkund. Ai u afrua, rregulloi me kujdes batanien dhe me një përkulje i uroi natën e mirë atij që mund ta kishte kthyer në hi me një pshertim, dhe e bëri këtë me të njëjtën mirësjellje të thjeshtë me të cilën do t'ia uronte babait të tij. Dragoi në përgjigje filloi të gërras si kënaqur, si një matce gjigante. Gjatë gjithë kësaj kohe, pronari misterioz i palatit po e vëzhgonte Markon nga hijet. Ai qëndronte pas perdeve, shikonte përmes të qarave të dyerve, vëzhgonte nga qoshet e errëta, i padukshëm dhe i padëgjueshëm. Ai pa gjithçka. Si djaloshi ushqente luanët me një përkulje, si u shërbente majmun dhe kërcimtar, si i pastronte dhëmbët tigrit pa i hequr syt, si i uroi natën e mirë dragoit, thjesht dhe me dashuri. Dhe ai pa gjën krijesore. Asnjëherë,
As edhe një herë të vetme, djaloshi nuk buzëqeshi, nuk bërtiti nga frika, nuk tregoi habi dhe nuk bëri asnjë pyetje. Në çdo përkulje të pasqetësuar të këtij djaloshi të thjesht, ai pa jo stërvitjen e një shërptori, por goditjen e një çekiçi në muret e burgut të tij shekulor. Dhe për herë të parë, pas shumë vitesh, në fytyrën e trishtuar të zotërisë, u shfaq një buzëqeshje e dobët e ndrojtur shprese. Një mëngjes, pronari hyri në sallë me një pamje jashtëzakonisht serioze dhe njoftoi: "Nesër do të zhvillohet gjuetja e madhe mbretërore. Ty të besoj gjën më të përgjegjishme, të përgatisësh shkuajt për gjuetarët dhe tufën e qënve të gjuetisë." Marko e pranoi urdhrin me një përkulje dhe u nis drejt stalës. E gjithë kështjela gumzinte si një zgjua bletësh para fluturimit dhe Marko, duke pastruar deri në shkëlqim yzëngjite argjënta, po përgatitej për gjuetin më të çuditshme në jetën e tij, edhe pse nuk e dinte ende se sa e çuditshme do të ishte. Ai kontrolloi çdo shalë, shtrëngoi çdo rip mbajtës, kontrolloi parzmoren rip pas ripi. Pastaj shkoi në vendin e qënve, pastroi kafazet, shtroi zinshirët, përgatiti kaforet. Gjithçka ishte bërë në mënyrë të përsosur. Ai priste të shihte të nesërmen kuaj fisnik dhe qen të racës. Por ky ishte një palat i magjepsur, dhe pritshmëritë këtu nuk realizoheshin kur ashtu siç mendohej. Të nesërmen në mëngjes, Marko nxori në oborin e paratës tufën e qënve, por në vend të qënve të racës, atij i sollën një tufë me velpra dinake. Kafshët e kuqe gërisnin të pakënaqura, kërcëllitnin dhëmbët dhe shikonin njëra tjetrën vëngër me një përbuzje të qartë ndaj çështjes së ardhshme. Pastaj u shfaqën gjuetarët. Ata nuk ishin zotërinj me gjaketa, por një tufë gjepartësh elegant, të cilët shtriqeshin dembel, hapnin gojen sa mundeshin dhe me gjithë pamjen e tyre tregonin se gjuetja ishte një aktivitet nën dinjitetin e tyre. Por pamja kryesore po priste përpara. Nga pylli nxorën gjahun një dyzinë me dera të egër të mdenjë, të cilëve u kishin vënë disi në kokë brirë dreri të degëzuar. Brirët qëndronin shtrembër. Derat e egër ishin tërbuar dhe po gërmonin tokën me thundra. Kjo ishte një gjueti e kthyer mbrapsht, ku qënt ishin më dinak se gjuetarët më dembel se gjahu, dhe gjahu ishte më i zemruar se të gjithë së bashku. Marko hodhi një vështrim mbi këtë çmenduri të mrekullueshme dhe mori frerët në heshtje. Trumbetoi briri dhe gjuetia filloi. Dhe menjëherë u shndërrua në një kaos të plotë. Derat e egër drer, të cilëve u takonte të vraponin, ulën menjëherë feçkat e tyre në tokë dhe filluan ta gërmojnë atë në kërkim të lendeve, duke harruar plotësisht brirët e drerit në kokat e tyre. Gjepardët bën 2 kërcime dembele për mirësjellje, pas së cilës u shtrinë në hijen e një lisi dhe menjëherë ranë në gjumë. Ndërsa dhelprat qën, në vend që të ndiqnin gjahun, vendosën të përfitonin nga rasti dhe filluan një zënk të dëshpëruar me gjepardët e përgjumur, duke i tërhequr ata nga bishti. Marko vërtitej në përfush me një fytyrë të gurtë, zgjonte gjepardët, tërhiqte dhelprat, përpiqej t'i kthente derat e egër në drejtimin e duhur. Ai qëndronte në mes të kësaj rrëmuje të madhe, i vetmi që përpiqej të ruante seriozitetin në një botë që kishte humbur përfundimisht mendjen. Kjo ishte prova e tij më e vështirë. Por ai qëndroi. Në mbrëmje, Marko u paraqit me raportin. Pronari rrinte në koltuk pranë ozhakut dhe në sytë e tij kishte një shkëndij dinakrie për herë të parë gjatë gjithë kësaj kohe. E po, pyeti ai,
A ishte e sukseshme gjuetja jon? A i po priste. Prisnin të qeshura, ankesa, qoftë edhe një hije të një buzëqeshjeje. Por Marko u përkul thellë dhe u përgjigj me një fytyrë absolutisht serioze. Gjuetja kaloi në mënyrë jashtëzakonisht të qetë, madhëria juaj. Është e vërtet që gjahu në pyjet tuaja doli të jetë jashtëzakonisht kokfort dhe nuk tregoi respektin e duhur për gjuetarët. Përgjigja e tij ishte një kryevepër. Ai nuk gënjeu, por as nuk tha të gjithë të vërtetën, duke arritur të ruaj edhe betimin e tij, edhe dinjitetin e tij. Pronari heshti. Dinakria në sytë e tij u zëvendësua me diçka tjetër, një habi të thellë të respektueshme. Ai e shikonte djaloshin sikur ta shihte për herë të parë. Kaloi një javë. Pronari duke parë se as luanat, as majmunat, madje as gjuetja e madhe nuk e lëkundën qetësinë e djaloshit, vendosi të afrohet nga një anë tjetër. Një mëngjes, ai njoftoi me një pamje solemne. Sonte në palat do të zhvillohet një shfaqje e madhe teatrale. Ti do t'i ndihmosh aktorët prapas skenës të japësh rekuizitat dhe të mbash rregullin. Kështjella menjëherë u gjallërua. Shërbëtorët kafsh po montonin skenën, po vendosnin karriget, po tërhiqnin dengjet me kostume. Marko me zelin e tij të zakonshëm nisi detyrën e re. Hapi rekuizitat, kontrolloi perden, vendosi qirin të përgjatë skenës. Ai mendonte se i duhej t'i shërbente artit, pa e ditur se ati përsëri i duhej të bëhej spektatori kryesor në teatrin e absurdit. Marko hyri prapas skenës dhe zbuloi se për habin e tij ishte pothuajse mësuar tashmë. E gjithë trupa e aktorëve përbëhej nga mace. Ato po bënin prova me zjarr dhe vetmohim, duke valvitur putrat dhe duke deklamuar rolet e tyre me një mjulitje të zgjatur, tragjike. Rolin kryesor të princit fisnik e luante një maçok i madh xhenxhefil në një xhaket kadifeje dhe me një kapele me pend, ai dilte në sken me një rëndësi aq arrogante sikur të kishte lindur në sken. Roli i prinçeshës së bukur i takoi një maceje të bardhë, elegante siameze me një kapele prej dantele. Ajo po provonte skenën e ndarjes, duke e shtypur putrën e saj në gjoks dhe duke lëshuar një mjulitje aq ankuese sa që të vinte të qaje dhe të qeshje në të njëjtën kohë. Ata po përgatiteshin të luanin një tragjedi të madhe për dashurinë dhe besnikrinë, me një zel të tillë sa që çdo njeri do të shpërthente në lot nga të qeshurat. Por Marko vetëm i rregulloi me mirësjellje pendën në kapele heroit kryesor dhe u tërhoq më njanë. Shfaqja filloi dhe maqet luanin me një sforcim të tillë të cilin nuk e kishin parë as teatrot më të mira të kryeqytetit. Erdhi skena finale. Princi Maqe, duke mësuar për tradhtinë e supozuar të së dashurës, duhej të vdiste nga hidhërimi. Ai doli në buzë të skenës dhe mbajti një monolog të gjatë, rrëqethës. Një miau të zgjatur, plot me trishtim universal, nga i cili u drodhën qirinjt në shandan. Ai shtrëngonte putrat, i ngjeshte në zemër, rrotullonte syt në mënyrë teatrale dhe u rrëmbye aq shumë nga vuajtja e tij, sa që humbi ekuilibrin në vetë buzën e skenës. Për një qast ai ende po ekuilibronte, duke rrotulluar dëshpërimisht bishtin, dhe pastaj me një ulërin të dëshpëruar, u rrëzua drejt në gropën e orkestrës, ku marmotat po luanin në harpa. U ngrit një rrëmuje të meshme. Marmotat u shpërndan duke klithur, harpat u përplasën, maqet aktore në sken fërshëllye në panik. Shfaqja dështoi.
Kështu tragedia e madhe në një qast u kthye në një komedi gazmore, dhe i vetmi që nuk qëshi në salë ishte Marko. Ndërsa sala po mbytej në rëmuj, Marko, pa e ndryshuar fytyrën, zbriti në gropën e orkestrës. Maçoku i kuq princ ishte udhur nën harp, me veshët e udhur dhe duke u dridhur me gjithë trupin. Marko e ndihmoi me kujdes të dilte, i shkundi lehth pluhurin nga kostumi prej kadifeje, i rregulloi pëndën e rrudhosur në kapele, pastaj u përkull thellë dhe foli me një seriozitet të skajshëm. Lartësia juaj, mos u shqetësoni. Loja juaj ishte aq hynjore dhe e besueshme, sa që skena thjesht nuk e përballoi dot një fuqi të tillë të tragjedisë. Ai e ktheu dështimin e turpshëm në një triumf të madh me vetëm një fjalë të sjellshme. Dhe ky ishte veprimi më gjenial në të gjithë pjesën. Maçoku u drejtua me krenari, rregulloi mustaxhet dhe u largua me dinjitet. Ndërsa pronari që vëzhgonte nga loza, vetëm tundi kokën në një habi të plot. Kështu kaloi gati një vit. 12 hëna u ndëruan mbi palatin e magjepsur dhe Marko përballoi me nder gjithçka që i soli çdo ditë. Dreka me luanët, valet e majmunëve, mbledhjet e hutave, tualeti i mëngjesit i tigrit, përalat e mbrëmjes të dragojt. E gjithë kjo u bë për të një rutinë e zakonshme. Ai mësoi të jetonte në një botë të kthyer mbrapsht, dhe qetësia e tij u bë një element i zakonshëm i kështjelës, ashtu si ulrima e luanëve dhe kukamat e hutave. Ndaj të gjithë banorëve, nga i vogli tek i madhi, nga marmota tek dragoi, ai sillej me një mirësjellje të pandryshueshme dhe të sinqertë, dhe ata e shpërblenin me të njëjtën gjë. I vetmi njeri në mbretërinë e kafshëve, ai u bë një pjesë e pandashme e saj. Por pronari e shikonte nga hija dhe e kuptonte. Ky djalosh nuk u sye. Kishte ardhur koha. Në ditën e fundit të vitit, pronari e thiri Markon në dhomat e tij personale. Fytyra e tij ishte serioze dhe e trishtuar, si asnjëherë më parë, sikur gjithë pesha e botës të kishte rënë mbi supet e tij. Marko, tha i qetë, ti më ke shërbyer me besnikëri të vërtet për një vit të tërë. Ti ke duruar gjithçka që unë mund të shpikja. Por ka mbetur prova e fundit, më e rëndësishmja. Kjo është lutja ime personale për ty. Ai u ngrit dhe eci përpara, pa shikuar prapa. Marko shkoi pas tij. Ata nuk po shkonin drejt sallës së fronit dhe as drejt vendit të qënve, por në pjesën më të largët dhe më të qetë të palatit, atje ku Marko nuk ishte qenë kurrë më parë. Ai po e udhëhiqte në heshtje nëpër korridoret kumbuese dhe djaloshi e ndjente. Ata po shkonin jo thjesht në banjën mbretërore, por drejt vetë zgjidhjes së misterit të kësaj kështjele të trishtuar. Zemra e Markos rrahu më shpejt. Diçka vendimtare ishte shumë afër. Ata hynë në një banjë të madhe, të veshur me mermer të bardhë. Në qendër qëndronte një vaskë e madhe, por ajo nuk ishte e mbushur me ujë. Nga buza në buzë, ajo xhelonte nga një lëmsh i gjallë, gjarpërinj shelmues që lëviznin. Kobrat lëkundnin kapuçat e tyre të fryrë. Nëpërkat rrotulloheshin në unaza të ngushta. Aspidët e zinj rrëshqisnin mes tyre si hije të ngjallura. Ajri ishte i mbushur me një fërshëlim të qetë, vdekje prurëse, nga e cila të ngrinte gjaku. Pronari, pa u zhveshur, hodhi hapat i qetë në vask dhe u ul mes qarprinjve, sikur të ishte në mes të një ujë të ngrohtë. Ata u mbështollën në rreth supeve dhe duarve të tij, por nuk e prekën. Hidh ujë,
tha ai qetë, duke treguar shtambën e rëndë prej bakri. Marko e kuptoi. Kjo ishte prova e fundit. Këtu nuk ishte asgjë për të qeshur, vetëm vdekje. Një lëvizje e gabuar, një spërkatje e pakujdeshme që do të zemronte Gjarprind, dhe qindra dhëmb helmues do t'i nguleshin në mishin e tij. Çdo pikë uji që ai duhej të dërthte, mund të ishte e fundit për të. Ai mori shtambën. Zemra e Markos rrihte fort, si një zog i kapur. Por fytyra e tij ishte e qetë siguri. Ai mori shtambën e rëndë prej bakri, u afrua te vaska dhe filloi të hiqte ujë të ngrohtë në shpinën e pronarit. Ngadalë, në mënyrë metodike, me kujdes, si një argjendar që gdhënt një diamant. Rjedha e hollë rrëshqiste mbi supet e zotërisë, pa prekur asnjë gjarë për të vetëm. Kobrat lëkundeshin pranë duarve të tij, aspidet të rrëshqisnin fare pranë gishtave, por dora e tij nuk u drodh. Mos është tepër i nxehtë uji, zotëri? Pyeti ai me një zë të njëtrajtshëm, sikur të ishte procedura më e zakonshme në botë. Dhe në këtë botë, plot me luan që u lërinin dhe majmun që kërqenin, mrekullia më e madhe doli të ishte qetësia e një djaloshi të thjeshtë. Pronari ngriti sytë ngadalë drejt tij, dhe në përfaqet e tij rodhën lot, jo prej dhimbjes, por prej entuziazmit dhe lehtësimit të pafund. Mjaft, thiri papritur pronari, dhe zëri i tij, më pari qetë dhe i trishtuar, tingëlloi me një forcë dhe gëzim të tillë, saqë jehona u përhap në të gjithë palatin. Ai u ngrit dhe doli nga vaska. Në atë qast, Gjarprind që gëlonin u shkrin, ashtu si tymi, sikur të mos kishin ekzistuar kur. Mermeri i banjës shkëlqeu nga pastërtia. Pronari ju afro Markos, i vuri duart në supe dhe e shikoi në sy. Ti fitove, djalosh. Ti bëre atë që nuk mundën ta bënin qindra të tjerë para teje. Ti e theve malkimin. Gjarprind ishin iluzioni i fundit, më i tmerrshëm. Ai ishte krijuar për të thyer vullnetin e atij që kishte arritur deri në fund. Dhe fjala mjaft që tingëlloi nën harqet e banjës u bë jo thjesht një urdhër, por një çelës që theu zinxhirët e malkimit një shekullor. Më në fund, Marko i lejoi vetes të merrte frymthel, dhe për herë të parë gjatë një viti të tërë, në fytyrën e tij u shfaq një buzëqeshje e qetë dhe e ndritshme. Pronari u ul në koltuk dhe foli. Për herë të parë në një vit, jo me ultra, por si një njeri, i cili më në fund mund të hap shpirtin. Unë jam mbreti i vërtet i këtyre tokave. Shumë vite më parë në Obor, erdhi një magjistar i fuqishëm. Unë isha i ri dhe i papërmbajtur, qesha me të para të gjithve. Ai nuk më fali. Lëshoi mbi oborin tim një malkim të tmerrshëm. I ktheu obortarët në kafsh, secilin sipas natyrës së tij. Mendje me mdhenjt u bën luan, të rrëmbyerit, majmun, dinakët velpra, të mencurit huta. Kurse mua më tha, obori yt do të bëhet përsëri njerëzor, kur të gjendet një njeri, i aftë të jetoj një vit mes kësaj çmendurie, pa treguar asnjëherë as habi, as frikë, as tallje. Kush di të zotëroj veten, meriton të zotëroj botën. Malkimi ishte një dënim për mungesën e vetë përmbajtjes, dhe vetëm qetësia e përsosur mund të bëhej kundër helm. Qindra kishin ardhur, të gjithë kishin dështuar, dhe vetëm ti, Marko, qëndrove. Sapo mbreti shqiptoi fjalën e fundit, kështjela u mbush me një dritë verbuese.
aqsa si kur 1000 diej të ndidzeshe një herësh. Dhe filluan mrekulit. Marko u vërsul drejt djerve dhe pa, në dhomën e ngrënjes, 4 luan u ngritën në këmbët e pasme dhe u kthye në ministra të rëndësishëm me flok të thinjur dhe me uniforma parade. Në sallën e balos, majmunët që rrotuloheshin në menuet u bën zonja dhe kavalierë të mrekullueshëm. Tigri bengalez u drejtua dhe u shndërrua në një komandant të fuqishëm të rojes, kurse dragoi i vjetër me luspa të arta në një këshilltar të lashtë të mençur me mjekër të gjatë të bardhë. Maskat e kafshëve ranë si gjethet e vjeshtës, dhe nën to u zbuluan fytyra njerëzore plot me mirënjohje dhe dritë. Kështjela u mbush me zëra të qeshura lot gëzimi. Njerëzit përqafonin njëri tjetrin, duke mos i besuar lumturisë së tyre. Ndërsa Marko qëndronte në mes të kësaj mrekullie dhe për herë të parë gjatë vitit po buzëqeshte me të vërtetë. Obortarët e çmagjepsur rodhën në sallën e fronit, dhe të gjithë, deri tek i fundit, shkonin drejt Markos. Ministrat me flok të thinjura, ish luanët, i shtrëngonin fort duart. Zonjat e mrekullueshme, që vetëm dje hidheshin si majmune, bënin reveranca të thella. Komandanti i rojes, dhëmbët e të cilit Marko i pastronte çdo mëngjes, e përqafoi atë si një vëlla. Ti nuk qeshe me ne kur ne ishim qesharak, dhe nuk u fliksove kur ne ishim të flikshëm, thoshin ata. Ti petek ne njerëz, edhe kur ne vet kishim haruar se ishim njerëz. Ata e falenderonin atë jo për bëmat e shpatës, por për bëmën e zemrës, e cila diti të shihte të bisha njeriun dhe të sillej ndaj tij me dinjitet. Marko qëndronte mes tyre, duke u përkudur i hutuar, dhe nuk gjente fjalë. Sidoqoftë, atij fjalët kur nuk i kishin duhur. Mbreti qëndronte para fronit, me veshje të plot mbretërore, me një mantel hermeline dhe me një kuror të artë në kokë. Fytyra e tij shkëlqente me një lumturi të tillë, sikur të kishte lindur sërish. Ai e kapi Markon për dore dhe e çoi te froni. Marko, tha ai solemnisht, ti më shpëtove mua dhe mbretërinë time nga turpi i përjetshëm dhe çmenduria. Unë dua të shpërblej në mënyrë mbretërore. Kërko çfarë do lloj shpërblimi, ar, tituj, toka. Gjithçka që do të dëshirosh, do të jetë jotja. Ai hapi para tij thezarin e tij, gati për t'i dhënë gjithçka. Por thellë në shpirt mbreti e kuptonte. Asnjë ar nuk do të mund ta paguante atë mësim njerëzilku që u dha atyre ky djalosh i thjesht nga fshati i varfër. I gjithë obori ngriu, duke pritur përgjigjen. I gjithë obori priste që djaloshi të kërkonte arka me ar ose një kështjell me toka. Por Marko vetëm u përkull me mirësjellje dhe foli qetë, thjesht, ashtu siç kishte folur gjithmonë. Madhëria juaj, unë nuk kam bërë asgjë të veçantë. Unë vetëm kreva me ndeshmëri punën time dhe mbajta fjalën e dhënë, siç kishim rënë dakord. Shpëtimi juaj dhe gëzimi i oborit tuaj është shpërblimi më i mirë për mua. Ai fliste sinqerisht, pa asnjë hije shtirjeje, dhe secili në salë e ndjente këtë. Ai refuzoi arin me të njëjtën lehtësi me të cilën u jepte ujë luanëve, duke dëshmuar se shpirti i tij nuk i nashtrohej as frikës, as lakmis. Nëpër salë kaloi një pëshpëritje e habitur. Mbreti heshti për një kohë të gjatë duke i shikuar djaloshin. Pastaj buzëqeshi, gjerë dhe me dritë. Mbreti buzëqeshi me mencuri dhe ngrohtësi, si një baba që ka gjetur djalin e humbur. Pikërisht këtë përgjigje prisja, tha ai.
Ai që di të zotëroj vete në këtë mënyrë dhe nuk kërkon pushtet, meriton të zotëroj gjithë botën. Ai hodhi një vështrim rrotull sallë së heshtur dhe tha solimnisht: "Unë jam plak dhe nuk kam djem. Unë dua që ti, Marko, të bëhesh djalë im i birësuar dhe trashëgimtar i Fronit. Ti do ta sundosh këtë mbretëri pas meje, sepse e di, në duart e tua ajo do të lullzoj." Nëpër salë kaloi një pshertim, jo habie, por miratimi. Kushdo që e kishte parë këtë djalosh në veprim e dinte, mbreti kishte të drejtë. Kështu kurora, e cila shpesh fitohet me shpatë dhe gjak, u pushtua nga një qetësi e thjeshtë dhe nga një fjalë ndërshme. Marko u gjinjsua në njërën këmbë i tronditur. Fjalët ju ngecën në fyt. Ai vetëm uli kokën në heshtje. Në këtë qast, dyert e rënda të sallës u hapën dhe gjithçka ngriu. Në sallë hyri një vajzë e mrekullueshme me fustan të bardhë, me flokë të arta, të derdhura mbi supe. Marko nuk e njohu me një herë atë, por zemra e njohu para mendjes. Ajo macja e bardhë siameze me kapelën prej dantele, së cilës ai i rregullonte kostumin prapasken, ishte prinçesha. Ajo ju afrua babait, i puthi dorën dhe pastaj u kthye nga Marko dhe i buzëqeshi. Në sytë e saj, ai pa të njëjtën dritë, ashtu si në sytë e kafshëve të shpëtuara prej tij. Por tani kjo ishte dritë jo mirënjohjeje, por dashurie. Mbreti, duke parë shikimet e tyre, u ndriçua. "E po, biri im, pranoje edhe këtë dhuratë, dorën e vajzës sime, nëse zemra jote është dakord." Zemra e Markos ishte dakord. Marko dhe prinçesha qëndronin përballë njëri tjetrit dhe fjalët nuk ishin të nevojshme. Sytë flisnin për ta. "Ti u kujdese për mua kur unë isha vetëm një mace," tha ajo qetë. "Ti më rregulloje pëndën në kapele dhe më ngushëlloje kur u rrëzova nga skena. Ti ishe i mirë me mua, pa e ditur se kush isha. Kurse unë edhe tani nuk e di se me çfarë meritova këtë lumturi," u përgjigj Marko, dhe faqet e tij u skuqën. Duart e tyre u bashkuan, dhe ky shtrëngim duarsh u bë një premtim jo vetëm për një martesë të lumtur, por edhe për një mbretërinë të gjatë e paqësor. Salla e Fronit shpërtheu me thirrje të gëzueshme. I gjithë obori, ministrat, zonjat, rojet, këshilltarët, po përshëndeste sundimtarët e tyre ardhshëm. Para dasmës, Marko i kërkoi mbretit një leje të vetme, të vizitonte prindrit e moshuar. Mbreti me gëzime la të shkonte, duke e pajisur me një karrocë të artë plot me dhurata të pasura. Kur karroca hyri në fshatin e lindjes, të humbur mes fushave dhe korijeve, u mblodhi gjithë populli. Ndërsa në pragun e kasoles së vjetër, ku në dimër frynte e ra, qëndronin babai dhe nëna, të plakur, të dobësuar nga shqetësimi për djalin. Marko doli me vrull nga karroca dhe u vërsul drejt tyre. Nëna e përqafoi dhe filloi të qante, kurse babai vetëm në heshtje i vuri dorën mbi supe, fort si burrat. Ai i ku si lypës, por u kthye si princ, por për prindrit e tij mbeti i njëjti djali i dashur, kthimi i të cilit ishte më i shtrenjtë se çdo kuror. Marko i soli prindrit në palat dhe së shpejti u bë një dasmë, të cilën mbretëria nuk e kishte parë asnjëherë. Në fest erdhën të ftuar nga të gjitha anët dhe mes tyre natyrisht ish kafshët. Ministrat me flokë të thinjura, të cilët dikur hanin supë me lugë argjendi në putrat e luanve, tani ngrinin kupa për shëndetin e të rinjve. Zonjat e mrekullueshme,
Majmunët e djeshëm rrotulloheshin në vals dhe qeshnin me të madhe duke kujtuar menuetet e tyre. Komandanti i rojes u tregonte të gjithëve dhëmbët, këtë radhë në një buzëqeshje të gjerë. Muzika në balo tingëllonte aq lart sa që mbyti jehonat e fundit të ulërimës dhe kujës së vjetër. Dhe e qeshura që mbushi salat ishte e qeshura e njerëzve të lirë dhe të lumtur. Kështjella, e cila kishte qenë një vend trishtimi dhe absurdi, u bë më në fund një shtëpi gëzimi. Vitet kalonin. Kur mbreti vjetër u largua në paqe nga kjo botë, Marko u ngjit në fron dhe sundoi ashtu siç jetoi, me mençuri, me drejtësi dhe me një mirësjellje të pandryshueshme ndaj secilit, nga ministri e deri te stalieri i fundit. Ndërsa historia e tij u bë një legjendë. Ajo u tregohej fëmijëve pranohaqeve dhe udhëtarëve në rrugë, një legjendë për djaloshin e varfër, i cili kreu bëmën më të madhe kalorsjake pas një tundje të vetme të shpatës. Sepse mbreti i vërtet nuk është ai që mban kurorën, por ai që di të zotëroj veten, edhe kur e gjithë bota përreth çmendet. Dhe respekti për të tjerët, sa do të çuditshëm të duken ata, është i aftë të krijojë mrekullit më të mëdha dhe të hap çdo derë. Këtu i vjen fundi për Alës, dhe kush dëgjoi është i Zoti.